Mbi 21.000 nxënës i u nënshtruan këtë vit testit të arritshmërisë. Sipas rezultateve të publikuara nga Ministria e Arsimit, mesatarja në nivel vendi ishte 48.35% apo nën 50%. Rezultatet më të mira u shënuan në gjuhën angleze, histori dhe gjuhë shqipe. Ndërkaq arritshmëria më e ulët është evidentuar në kimi, matematik, pasuar nga biologjia, fizika, informatika dhe gjeografia. Ekspertë e arsimit vlerësojnë se këto rezultate ndjekin të njëjtin trend si në vitet paraprake. Padyshim vret një trend në rënje ndër vitje në performancë të nxënësve, veçanërisht në gjuhë shqipe, matematikë dhe shkenca, që kjo padyshim thret për një vëmendje më të rritur të institucioneve për analizë dhe reagim të duhur në mënyrë që me garantu që në të vërtet nxënësit tanë janë duke marrë ato njohuri dhe dije në këto fusha kryesore. Megjithatë, drejtues të shkollave thonë se fokusi i tyre mbetet angazhimi për një performancë sa më të lartë të nxënësve. Shkolla organizon testin e mbrëmshëm të arritshmërisë, i cili bëhet në prag të përfundimit të vitit shkollor dhe bëhet një analizë e thellë e rezultateve të fëmijëve gjatë arritjeve të tyre në nivel akademik, por dhe bëhet një analizë e thellë e pikëve të testit të arritshmërisë që organizohet në nivel vendi. Këtë analizë ne e bëjmë në muajin gusht kur bëhet aprovimi i suksesit të vitit paraprake dhe kuptohet dalim me konkluzionet tona se çfarë do të tutje, ku i kemi ngecjet, ku i kemi përparimet dhe ku do të intervenojmë. Edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka theksuar se rezultatet e testit të arritshmërisë ofrojnë një pasqyrë të nivelit të përvetësimit të kompetencave nga nxënësit në përfundim të arsimit të mesëm të ulët dhe do të shërbejë si bazë për identifikimin e prioriteteve dhe planifikimin e masave në përmirësimin e cilësisë në arsim.